punonjësit social sot, ku janë? Janë gjithë ditën në për kafe, në për zyra. Kur unë kam qenë kryeinfermiere e përgjithshme në Qësuto, kemi pas 200 psikologë dhe punonjës social. Asnjë nuk e bënte punën. Ata duhet jenë në terren. Ata duhet jenë, ishin me diplomë punonjës social. Ata duhet jenë në terren, tek pacienti, tek infermierja që vuan, tek një infermieri që s'po i zgjidh dot një problem. Ati në shtëpi dhe në lagje, ta mbaroj pak, në shtëpi dhe në lagje. Le ta kthejnë patronazhizëm këto mire ke. Po mi le ta kthej. Le të shkoj dhe ta kontrolloj. Se dhe një fëmijë kur ikën jashtë shtetit, i thot mjekës familjes unë do largohem, të lutem ma ki kujdes. Sikur një telefon t'i bëj atit banorit. Një telefon t'i bëj. Jo, ta mbaroj dhe s'ka detyrim mjekja të shkoj patjetër. Ka infermieren, ka psikologen, ka punonjësi social që rrin gjithë ditën nëpër kafe dhe nuk shkojnë në terren. Dhe mua dhe bota e ka kështu. Punonjësit sociale në terren identifikojnë të gjitha problemet që ka, që nga autonomia fizike dhe mendore. Dhe kur më vjen mua qoftë një azil privat apo shtetëror, mua më vjen i identifikuar, mua më vjen një enigme madhe që unë nuk di se çfarë si ta ndërtoj kujdesin tim. Sepse edhe në shkollë ku është doktor Mondi, nuk i mësojnë kujdes. I mësojnë vetëm teori dhe nuk merren. Jo, ta mbaroj se jam shumë e lodhur, kam 40 vjet që unë luftoj për këto pedagogët që e kanë zaptuar mjekët dhe shkojnë bëjnë leksione infermierie, bëjnë leksione për kujdestare. Ajo duhet të di si ta lëvizi, si ta mbështesi, si ta kapi. Jo, mjeku tani, dhe po të shikosh, unë sot vi nga një trajnim në Kavaj, dhe të gjithë infermieret aty nuk dini çdo me thënë fjala kujdes. Dhe më thonin mua anamneza mjekësore. Hiqe këtë, nuk është fjalori jo. Thuaj bilanci i kujdesit infermier. Pra, fillon që ke shkolla problemi. Jam me ty tamam, faleminderit. Unë jam pedagoge, po pedagoge me diplomë ndërkombëtare, po këtu nuk ma ka hapur derën Atëherë jemi pedagog të gjithë. Sa nga ne, me ata që punojmë, ju kemi vënë një kaos sociale dhe të themi që ne duhet të paktën 4 orë në muaj të vinë të ndihmojnë tek qendra jote. Unë i thash 2 orë, gjithse i bëra një nismë shumë të bukur, dhe i thash kush do të vi 2 orë vetëm, le ta vazhdoj të bëj një gjë çfarë di ai, dhe mos të na paragjykoj, të na thoni rrafin i bëjnë, po të vi ta shikoj vetë jetën aty se si funksionon. As kërkush nuk është ofruar. Ai që dua të them është ne kemi në dorë vetë të sillim vlerat prap. Që do të thotë, me hir dhe me pa hir. Për te shtetit. Lerën i shtetit. Lerën i politika, tamam se unë s'kam marrë një lekë në shtetit dhe s'dua t'i bëj lavdë askujt. Ama jemi duke folur kështu. Ne kemi mundësinë të sillim vlerat, pra vlerat janë këto. Ky brez që ne kërkojmë shumë nga ata, dhe millenniums, edhe Gen Z-ja. Ore su thot një ri një gjë të tillë, në shtëpinë e tyre futet babai, nuk i thot çoqe u ngrita. Del vajza me veshur pa veshur dhe babai si thot ku po vete. Më fal, ku vete ku vete, nuk i kemi. Këta janë një brez, për mendimin tim janë një brez që ne nuk po edukojmë si duhet. Po ndryshojmë vlerat. Për mendimin tim. Një sekondë, ja ta mbaroj dhe nuk flas më se do pi pastaj këtë ujin e bukur që kam. Se kam thënë asnjëherë, po do ta them, se do ta plas. E gjithë gjëja për mendimin, uji që shumë e mirë. Ajo që uji tonik. Ç'të të them sa e mirë është. Okej. Desha të thoshja që ne kemi për detyrë, ne jemi këtu, ne kemi për detyrë ta përçojmë që këto vlera janë të jashtëzakonshme. Çdo të thotë kjo. Në shkollat tona ku ne jemi, nëse ne ju japim studentëve një kaos sociale, unë nuk të vë dietën ty, siç e ka gjithë bota. Nuk të vë dietën. Nëse ne nuk vemi dhe tek të vim tek ty dhe unë të premtoj që do vi tek ty. Të premtoj që do vi. Nuk para e them kot, e them në mënyrë. Ka të mira bardhazia këtu në gjizje. Edhe vina t'ja bënë, jo, nuk e prek dot me dorë. Se nuk i keni edukuar studentët. Nuk është e thënë ta prekin. Aty do të vinë studentët dhe mund të ndihmojnë me marketing, të ngrënë fonde për ju. Mund të jetë që të fusin nëpër projekte. Jo, e kanë fondin. Ne kemi fondin nga ministria, po sa vjen kurrë. Ta them tash se dole këtë tema ime. Ne kemi fonde, po sa japin kurrë. Unë jam presidenti Albanian Life Quality Union, shoqat e ndërtuar në vitin 2010 në datë 1 shkurt. Dhe ditë të them, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, ne bëm Big Brotherin shqiptar 22-33 të azilje e pleqve Alidem. Në atë periudhë kishim rreth 333 që bënim kalendarin vjetor, nga ditë e tokës, ditë e ujit, ditë e pleqve, ditë e sidës, i kemi gjitha me filmime, me revista, me gjitha. Ngritëm një establishment rinor, që meresh me jetimët, me moshën e tretë, me rinin, me gjitha, me gjitha. Dhe kishim 22, jo përvoj, kishim 22 data vjetore. Parimisht, kemi qene vetëmja
organizat, jo qeveritare, që ne kemi bërë namin pas një lek të marrë nga shteti, pas një financatere, kur ta them prit, kur them namin, ishte e gjitha vullnetarizëm, ishte e gjithi vullnetarizëm, jam lutur atere, se komunizëm jemi tani, se me vullnetarizëm do shpëtohen pensionistët, po jo zoti Stojku, është komplet qasje e gabuar. Jo e ke shumë gabim, atere, nëse ne konkuronim, nëse ne konkuronim ta më shëtësëja për të marrë fonde, 20 shoqata, vetëm të bëjnë Life Quality Union që jep të shërbime komunitare, nuk merte... Do i vjedhin si që kanë vjedhur. Pra, këtë më thuaj, pra ne jepeshin nga $1 milion u jepeshin shoqatave, që nuk bënin asgjë. O zoti Stojku, se ke qenë dhe parlament, se nuk e thua troç, nuk i duhen pensionistët më, nuk kanë për çaj duhen. Ne nuk duam askënd, me se pensionistët i kemi bërë. Duhen më pensionistët, janë barë për shoqërinë. Unë po ta them, ne jemi kthyer në mesjet, mos them në primitivitet, kur ka ngel t'i marrin pensionistët t'i hedhim nga shkëmbi. Ne kemi deputet aty. Tash dëgjom ç'po të them sepse të vi një pensionist se me këtë punë jam marrë shumë herë. Që me si ecën dhe të mbaj rradha të tëra në që suto për të marrë një firmë shtetëmershme. Jemi në vëndçe. Një mesazh vëndçe. Unë... Do t'a lë në fund, Moze. Po, mendoje. 2 gjëra. Mesazhi vëndçe. E para, kushdo që na dëgjon, dhe që janë moshetret, na falni, nuk po themi që jeni barë, jeni shumë të dashur, jeni ju që keni sjell, keni ndërtuar, dhe thirrja ime është, për shkak të biznesit që unë kam, ekspertiza e tyre është e jashtëzakonshme sot. Kthejuni tregut punës, sepse aty do të kthehen lidhjet, do keni një qëllim për jetën. Patjetër do keni ca mundësira që krijohen dhe qoftë puna nga halli, qoftë nga malli, është fake it till you make it, po do dalësh në mëngjes, po do kërkosh, po do marrësh, më mbrapa do të jenë një grup që do kërkojnë. Absolut, kjo është e para. E dyta i drejtohem patjetër atyre që unë flas brezit rinj. Ne kemi për detyrë të kthehemi nga veta dhe themi, "Ore çfarë po ju mësojmë gabim këtyre njerëzve? Po ju japim gjithë gjërat që ju takojnë edhe asin detyrim ndaj shoqërisë." Po edhe këta një prit dëmbesa, dhe një mesazh për këta, që janë lodhur duart këtyre gjyshërve duke i mbajtur dhe nuk duan t'ia dinë hiç. Tani, ky është problem strukturor, shumë i madh, krizë e madhe, dhe gjitha problemet strukturore zgjidhen politikisht. Në këtë kuptim, gjithë pensionistët sot, apo dhe ne që do jemi pensionistë të ardhshëm, duhet të ushtrojmë presionin maksimal ndaj çdo lloji qeverie që të mbajë në këmbë shtetin social, ta fuqizojë atë, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ne nesër të jetojmë, dhe pensionistët sot dhe neve nesër të jetojmë me dinjitet. Stojku? Atëherë, për mua, baza e shoqërisë është familja. Familja formohet nga individët. Individët, patjetër që kanë komunikim dhe koordinim brenda tyre, që familja të procedoj dhe të krijoj aksesin komunitar. Në momentin që ne flasim, baza kësaj shoqërie ka kriju element krejt të dhunshëm komunikimi. Rinia jonë është mësuar që të mos punoj, të konsideroj të zot atë që merret me punët e pista, të quaj të denj atë që vishet më mirë dhe ka makinë e fundit. Dhe mesazhi vëndçe? Dhe mesazhi vëndçe është, ju dhifsha racën o rini që nuk kuptoni se jemi ne që ju kemi sjellë deri këtu. Dhe keq më vjen, e kam thënë dhe vazhdet a them. Jemi pres, nuk po flas për familjen time, flas për të gjithë. Sepse jetia i baba që ja ke blerat makinën, jetia i baba që e ke mësuar kaq keq, jeti, jo se jeti në këtë rast, po drejtohem. Do ta mbaj dhe unë këtë peshë dhe realisht kërkoj falje, po ditë them, lumë ata që na kanë dhe ne, mjert ne që këdo kemi nga pas. Bravo, kjo ishte super vëndçe. Mesazhi im është të ngrihen struktura të posaçme për menaxhimin e gjithë këtyre problemeve sociale, sidomos tek moshuarit, por jo vetëm. Kush do t'i ngrejë? Jo, duhen ngritur sepse dhe të ngritura ishën dhe joqën. Ka nequr sektorin e kujdesit infermier në ministri. Po nuk mund të bëhet kjo punë pa ekspertizë. Nuk mund ta bëjnë këtë, nuk mund të ndërmarrin politika vetëm doktorët, po duhet jenë dhe infermierët. Po janë doktor Mondi dhe ju jeni një Ministrit për këtë shqetësim? I kam shkruajtur ministrit, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Kam shku dhe në ministri dhe kam folë se nuk ka struktura. Do ta çoj janë ke diella. Po ke diellës, nuk i kam shkruar. Se ka ngelur 86 herë shtatzan tani. Do bëhet dhe ajo gjyshe. Jo, nuk ka. Edhe diella do dali gjyshe shumë shpejt. Unë kam tek strukturat, por aman dhe tek shkollat. Le të edukohen infermierët jo me teorira të ngarkuara, por në radhë të parë me etikë, në radhë të parë me dhinshuri, në radhë të parë
rast të parë me atë edukatën e punës, se sot mua 80% e infermierëve në trajnim më thanë, unë ta prek me dorë ta laj së është puna ime. Ndërkohë ai duhet ta mësoj që në shkollë këtë. Që në shkollë duhet ta mësoj, siç e kemi mësuar ne dikur infermierët e vjetra. Po tani këto po mbarojnë për make-up artiste apo infermiere. Shkoni në për spitale, nuk preket i smuri me dorë, nuk preket i smuri me dorë për nga higjiena. Dhe këtë e them me kompetencën më të madhe. Make-up artist, se atje në Gjermani shkojnë edhe i lajnë të gjithë leveret atyre pensionistëve. Po normal, po është i trajtuar mirë. Është shumë i vlerësuar atje, Ornela, ai ke shumë gabim. Është shumë i vlerësuar dhe nuk e trajton doktori ato ti e në urdhrat e mia. Se mua sot më qanin me pikë të lotit infermierët kur më thonin, ne shkojmë marrim një të smur për intubim pa prezencën e mjekut në urgjencë. Si çdo me thënë kjo? E kuptoj. Do me thënë ti ke të bësh me një të smur të rëndoshta edhe një plak apo një i moshuar që duhet shkojë në spital dhe ti e pa mjekun fare. Dhe mjeku me shumë arrogancë as dhe njon ti thot çfarë ti bëj të smurit. Po kjo rëndon shumë në kujdesin. Dhe këta mjekë duhet heqin dorë përfundimisht nga të dhënit mësim të infermierëve. Po, a i t'japet doreshën. Asnjëherë s'kan për ta dhënë. Asnjëherë s'kan për ta dhënë. Jo, po në kurikulën universitare du të kesh sa grada për këtë procesin. Ka rëzojnë nga ato sisteme që të mojqër. E keni disiplini atë sistemin e grada. Diplom dërkombëtar. Mani ato titull deri sa jo pension dilni, po e di dhe trashgjim tjere tjere. E kam bërë ligje. Deri tani. Edhe ato titujt i lini dhe trashgjim, do më thëmë. Ai do kapi dorën fort, puthe një qik për shëndete. Moza, e kuptoj që të qanë zëmbra, sikurse të gjithë kolegëve dhe neve që... Të studio e këtë hapur gjithmonë për këto lëshqetësime. Që bëmë emisionin. Tani, ne i kuptojmë problemet e njerëzve, se ne flasim gjuhën e tyre. Dhe kush e flet më mirë gjuhën tonë? Banka Credence, që është si një familje madhe dhe shumë faleminderit për gjithë besimin dhe kaq vite besim për shqiptarët, madje edhe për qindra mira remitanca që ke sjell edhe për pensionistët, për këtë stres që është kaq në nevojë. Që duke ditë çfarë moshe mund të quhet, se tash ka kaluar moshe 4 ajo. Duke falenderuar kështu në mënyrë ekselente të ftuarit tanë, magjik. Unë them vetëm kaq. Nëse keni mundësi, dëgjojni mesazhet e tyre edhe jemi në rregull. Shkojmë në publicitet dhe takojmë menjëherë në ndeshjen këtu, ndeshjen Bardhazi që fillon pas pak.